Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të podcastit ton Flasim si fëmijë, këtu në Akrolis TV. Unë jam Asja Koka dhe sot kam kënaqësinë të mirëpres një grua që për vitesh punon për të ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë, veçanërisht fëmijët dhe familjet në komunitet. Ajo është zonja Martë Fejtaj, drejtuese e kujdesit dhe shërbimit social në Bashkinë Lirë. Përveç se një profesioniste në përvojë, zonja Marta është nënë e 2 fëmijëve, një vajzë dhe një djalë, tashmë të rritur, bashkëshorte dhe një grua që ka kaluar sfida, ka ndjekur ëndrat e saj dhe sot është një shembull frymëzimi për të rinjtë të reja. Në këtë episod do të flasim për fëmijërinë e saj, për rrugën që kanë ndjekur drejt këtij roli të rëndësishëm, për sfidat dhe gëzimet e të qenurit nën, bashkëshorte, por edhe lider në komunitet. Zonja Marta, faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe mezi pres ta zhvillojmë këtë bisedë. Shumë faleminderit ty Asja. Jam ndjerë shumë e lumtur kur unë kam pa që një vajzë e re e qytetit tim, në qytetit të Lezhës, edhe pse unë nuk mund ta fshes se jam krenare për ty se je vajza e 2 prindërve shumë të respektuar në qytetin e Lezhës, po zhvillon një podcast të tillë. Dhe kur më erdhi ftesa nga ti, e vlerësova maksimalisht faktin që ti nga aja të zheja po i bën vetë të gjitha gjërat. Shumë faleminderit që më ke këtu dhe shpresoj të na shkojmë mbar dhe të përcjellim diçka sa më të mirë, veçanërisht për fëmijët të rinjët e qytetit të Lezhës. Faleminderit edhe një herë zonja Marta. Tani le të kthehemi pak pas në kohë. Si ka qenë fëmijëria jote, në çfarë ambienti je rritur? Kur flas për fëmijërinë, kjo është një gjë që vërtet më jep një gëzim në shpirt. Pasi unë vi nga një familje shumë e madhe, që faktikisht unë nuk e kam bërë një gjë të tillë vetë, ashtu siç 2 prindërit e mi, që për çdo fëmijë prindërit janë të mirët në botë. Unë jam me 5 vëllezër dhe me 2 motra, pra jam rritur një familje shumë të madhe dhe më thonë gjithmonë që ti je lumtur, sepse lumturinë unë e kam marrë vetëm nga kjo familje e madhe, ku gjithmonë në familjen time mbizotronte e qeshura. Qofse në disa familjet e tjera, apo që së rëndom sot ndodh që nuk shef shumë njerëz duke qesh, në familjen time prindërit e mi na kanë mësuar vetëm të qeshim dhe nëna ime kishte një shprehje qesh ti, do të qesh dhe fati pastaj. Kështu që unë jam rritur, jam e 7-ta në fëmijët e kësaj familje. Kam pas një baba që ai kur nuk na qortonte dhe gjithmonë qortimi i tij ishte nëpërmjet një këshille, gjithmonë jepte një vetbesim dhe thotë ju jeni më të mirët, ju do ja dilni. Por kam pas edhe fatin duke qenë e vogla 7-ta në radhë, vëllezërit e motrat e mia ishin të rritur dhe më kanë llastuar. Më ka llastuar fati, më ka llastuar familja, sepse më mend një rast Asja kur unë në klasë parë, motra ime në shkollë në Tiranë, kishte kursyer lekë të bursës dhe më kishte bërë kostumin, që unë kur shkoj në klasë të parë kem një kostum të veçantë dhe si sot e maj mend kostumin tim, pantallona kadifje të kuqe dhe një lek, një bluzë të bardhë. Dhe kështu siç i kam flok tani kam pas kaçorrele dhe atëherë bjonde me 2 bishta leca dhe si sot atë ditë më mend se ku të gjithë fëmijët më shifshin me një ëndje mënyrën se si isha vesh. Pra me pak fjalë kam pas një fëmijëri shumë të lumtur, gjë që unë e them, nëse don që një njeri të jetë i lumtur në jetë, siguroj lumturinë e hershme fare sa po të jeni fëmijë të vegjël, sa atëherë ata do të vazhdojnë të jenë të lumtur në jetë. Kam edhe një sekret vogël. Nëna ime më ka thënë që gjithë fëmija lindin duke qarë, kur ti ke lindur, ke pas një fytyrë si dielli dhe duke sigurisht duke qeshur. Dhe mendoj se kështu ka shkuar jeta duke qeshur. Po ndra juaj kur ishit më e vogël, cila ka qenë? Keni menduar se do të ishit në këtë rol që keni sot? Jo, se besoj që e kam menduar të isha në këtë rol sot, sepse duke pas motrat e vëllezërit më të mëdhenj, fëmija mendoi të njekun modelin e vëllezërve të motrave. Dhe unë pa e ditur vetë se çfarë dua dhe se si dua, se çfarë do bëhem, ende ime ka qenë dikur të bëhesh mjeke, sepse ashtu ishte ideja që nëse ti bëhesh mjeke, je më e plotësuar dhe ndihmon shumë njerëzit. Por shoqëria edhe në vazhdima kanë vendosur gjithmonë këtë epitetin që je njeriu që bashkon njerëzit. Dhe gjithmonë në shoqërinë time, edhe kur isha fëmijë, gjithmonë i bashkoja unë. Gjithmonë ka qenë vori shtëpisë time, pika takimit të shoqeve dhe shokëve të klasës time, që në moshë të hershëm, që klasë parë, 2, 3 me radhë, dhe ndoshta kam krijuar një lider të vogël mes këtyre grupe fëmijësh, që më vonë kjo më rezultoi që më dha sukses. Po personi që ju ka frymëzuar më shumë në jetë, modeli juaj, kush është? Nëse doja një model në jetë, në fakt ai ka qenë baba im,
që fatkesisht mund kalon shumë herët. Edhe sa herë hapja sytëm kur isha vogël apo sa herë ndroja, gjithmonë ndroja që t'i ngjalja atij. Ai ishte një njeri që vetëm qeshte gjithmonë, edhe se kishte një punë shumë të rëndësishme në atë kohë, në kohën e sistemit kur përpara. Ai gjente gjithmonë kohë tjetër dhe një baba i mirë për ne, edhe një drejtues i mirë. Ai më ka frymëzuar edhe pse më la shumë herët, unë kam qenë në adoleshente kur unë kam humbur babain tim. Pastaj modeli u kthy nana, unë do të veçoja vllain tim të madh, cili kam shumë vite diferencë me te. Ai është engjëlli i mbrojtjes edhe është udhëzuesi për mua. Unë kam pasur edhe një fat tjetër në jetë që me datën 16 gusht të 1992, unë kam pas fatin të takoj engjëllin Nën Tereza. Dhe mendoj që aty, ai përqafim që unë kam marrë në Puk, nga krahët e Nën Terezës, pa e ditur unë se si, as se qysh, më ka kthy jetën mua. Më ka kthy jetën për të besuar në Zot. Pa e ditë, krahët e saj më kanë përqafuar dhe ndoshta unë pa e kuptuar se çfarë po ndodhte. Ajo një gjuhë që unë nuk e kam kuptuar kur më ka thënë përkthyesja, më ka thënë pse po dridhesh. Dhe mendoj që ai moment ka kenë një takim, siç mund të them, një takim me Zotin. Dhe gjithmonë kam filluar pastaj të hulumtoj për jetën e Nën Terezës, e kam kuptuar dhe shumë gjana dhe gjatë gjithë jetës time, unë në momentin kur bëj një gjë gjithmonë kam në mendje atë. Me të vërtet shumë interesante dhe shumë frymëzuese. Ju, zonja Marta, jeni dhe nënë e 2 fëmijëve, të cilët tashmë janë të rritur dhe kanë marrë drejtimet e tyre. Si ka qenë rrugtimi yt si nënë? Në fakt, asja nuk e di çfarë kanë përcjell prindrit tu, po sa më di shumë kalojnë vite, më shumë e kuptoj që as një prind nuk është i përgatitur për prindëruar. E mbi gjithçka në atë kohë, nuk din, prindrit nuk din për të prindëruar, se sot ndoshta ka ndryshuar pak se kemi cikël trajnimesh që jepen për prindërimin. Dhe ndoshta edhe unë, si shumë prindër, kemi bërë gabimin që fëmijët i kemi shikuar ndoshta si diçka objekt toni personale. Janë vetëm fëmija mi. Por unë jam rritur, mendoj që unë vajzën e kam rinë një moshë të re. Të dy, jam rritë bashkë me ta. Mendoj edhe unë që duke rritë fëmijët jam rritë edhe unë bashkë me ta. Jam mundur gjithmonë që t'jap besueshmëri që të komunikoj shumë me ta. Qetësi, suksesi që unë mendoj që kam pas me fëmijët e mi ka qenë komunikimi i vazhdueshëm me ta. Por kjo ndodh dyshe. Padrimi ma ka qenë që kam pas edhe një bashkëshort që ka qenë shumë bashkëpunues, shumë këmbgulës, shumë i dashur me fëmijë, dhe mendoj që kena kaluar një kohë shumë cilësore, sidomos në moshën e hershme me fëmijët. Unë gjatë gjithë kohës mendoja që koha ime më vlerë është koha ku unë kaloj me to. Dhe duke qenë se unë fëmijët i kam brenda 2 viteve, pasi kam filluar punë që kam lindë vajzën, jam rikthy përsëri sapo ngele shtatzan dhe unë të 2 fëmijët i kam rritë deri në 2 vjeç vetë. Dhe gjithmonë them, po të kisha diçka në dorë, do të ndryshoja këtë botë që fëmija du të rriten deri një pak deri në moshën 2 vjeçë me prindin, me nanën e tyre. Sepse ajo ngrohtësia që ti ju jep fëmijëve dhe fëmijët japin ty, është gjëja më e mrekullueshme që mund të ndodhë në botë. Them drejtën tani, unë nuk jam prind, po duke folur si një fëmijë, nuk mund të bie më shumë dakord me ty dhe me këto që thej, pasi edhe unë mendoj, edhe prindrit e mi më kanë thënë që komunikimi, të kalojmë kohë bashkë është me të vërtet shumë e rëndësishme. Po gjërat më të rëndësishme që i përpjekur t'ju mësosh fëmijëve tu, cilat kanë qenë? Në fakt, kur unë kisha të 2 fëmijë në adoleshencë, unë isha në shërbime sociale, kam punuar për afër 16 vite në shërbimin social shtetëror, dhe ka qenë një periudhë shumë e keqe, pasi në atë kohë kishim shumë vajza që rëmbeshin, trafikoheshin, ishte shumë tri që ishin kaos dhe kam frikë që kam ndikuar pak nga shqetësime që unë isha gati një natë policinë e shtetit për të menaxhuar situatat e vajzave dhe frika e kësaj situate që ndodhte në ato vite, unë shkoja në shtëpi ndoshta 1 natës, 2 natës dhe përqafoja vajzën dhe përqafoja djalin, se gjithmonë kam menduar në çdo menaxhim rasti që kam pas të vajzave, sidomos por dhe djemve, kam menduar dhe kam pa fytyrën e fëmijës tim tek ata fëmijë cilët unë jam gjetur në polici apo në rrugë për të ndihmuar. Dhe mund të kem treguar pak më shumë se ç'duhet,
positivitet mbi ta. Ndërsa pjesa tjetër gjë më e mirë që unë mendoj që kemi banja në një tjetër ka qenë që kemi qenë shumë të hapur me fëmijët. Jam munduar të edukoj në atë mënyrë që gjithmonë nuk kam thënë fëmijën bëni këtë, kam treguar gjërat e mia që ata të jenë lirë me treguar gjërat e veta. Gjithmonë kemi pas një komunikim njëri me tjetrin të besueshëm, ndoshta veçanërisht me vajzën, kam qenë dhe vazhdoj të jem shumë e lidhur, dhe unë shpesh herë i them ti më ke rrit mua, unë të kam rrit ty. Dhe me të dy fëmijët të themi njëri me tjetrin që nëse unë jam dikushi, kjo është edhe falë ju dyve dhe babit tuaj, sepse kanë qenë fëmijë të mbarë, kanë qenë fëmijë të mirë, nuk më kanë shqetësuar shumë, sidomos në adoleshencën, nuk më kanë shqetësuar shumë, por kam qenë gjithmonë pranë tyre, gjithmonë unë, ndoshta në çdo moment e gjeja kohën vetëm të isha pranë fëmijëve, gjithë drejt darkë. Ndoshta më mend një rast që thot vajza në gjimnaz, po nesme i kanë thënë ata, pse vetëm mami jote sillet vjen afër shkollës, dhe unë gjithmonë thoya, fëmijët nuk janë të këqij për bota keqe, dhe ne prindërit kemi për detyrë të mbrojmë fëmijët nga kjo bota keqe. A jeni e kënaqur me drejtimet që kanë marrë fëmijët e tu dhe a i keni mbështetur? Çfarë them e kënaqur? Në fakt, ndjem pak në faj për vajzën, sidomos, sepse vajza ime ishte që lende me gjitha djeta. Dhe kemi bërë diskutime shumë të mëdha në fund të vitit fund gjimnazit se çfarë do bënte në jetë. Dhe këtë gabim që kam bërë mund ta bëjnë shumë prindër që ëndrën e paralizuar veten mundohen ta gjejnë të fëmia vet. Dhe unë mendoja duke qenë se ai ishte me gjitha djeta të bëhej mjeke, dhe që kisha ndruar unë dikur fëmijë. Po kjo nuk ishte dëshira e vajzës time. Edhe ajo zgjodhi që të studionte për mjekë dentare, por ka qenë një periudhë që nuk ka qenë shumë e kënaqur. Dhe ndjesha pak në faj. Por unë këshilla ime që do ju jepja gjithë prindërve ishte që le të komunikojnë me fëmijët, se ne shpesh herë themi fëmijët nuk e dinë çfarë duan, por në fakt fëmijët e dinë çfarë duan. Ndërsa me djalin ka ndodhur krejt ndryshe, ai e kishte të ndarë rrugën e vet, sepse ai që në moshën 10 vjeç është marrë me sport. Ati nuk i kena ushtruar, po them, vetëm e kemi ndjek ëndrrën e tij që të vazhdojnë të bëhen futbollist, ka studiuar në fushën që ka dashur vetë. Por tashmë unë jam shumë e kënaqur me të dy se vajza tashmë është mjekë dentare shkëlqyer dhe është por frytet e punës së vet. Edhe pse edhe sot kësaj dite unë ndjej pak një shqetësim se ndoshta nëse do kisha qenë pak ma e hapur me të, ndoshta do kishte zgjedhur një profesion tjetër, sepse duke qenë se vajza që në ditë parë gjimnazit dinte 4 gjuhë të huaja, kishte marrë pak tipin tim me kënë më përfshinë në shoqata, në organizata, ndoshta edhe si pasojë punës time që ushtroja unë, prezantonte grupet shkollave, dhe ishte një moment që tha du të bëna punojëse sociale, po duke qenë se unë punojëse sociale si që jam unë e shifja një pamundësi ekonomike për të mbajt një familje, i thosha mami, punojëse sociale jam unë, ekonomistja është babi, sportisti e vllajti të marrësh një djeg tjetër. Por ndoshta më mirë është që fëmijët të ndjekin ndoshta dhe shembullin nëse ata dëshirojnë me shembullin e prindërve të vet. Të kemi një trashëgimi profesionesh, se shpesh herë në botë kanë këtë gjë. Por sot jam e kënaqur, edhe ata janë të kënaqur, dhe mendoj që ja kemi dalë në smiri që edhe në profesionin që ata bëjnë sot jenë të shkëlqejnë në fushën e vet. A keni ndonjë recetë preferuar që ja gatuani gjithmonë familjes tuaj? Një recetë që mund të gatuim shpesh herë, unë ndoshta mund të marr fundjavën. Dita shtunë është dita e peshkut, të cilën unë e gatuj gjithmonë në familje, edhe byreku. Të dy gatimi nuk mungojnë, se ndoshta gjatë gjithë javës na rrëmben puna dhe nuk mund t'i përkushtohemi shumë, ndërsa fundjava është e mbushur tavolina me shumë ushqime. Por do thoja që peshku është ajo gjëja që unë e gatuj më së miri, tavën me peshk edhe që fëmijët më pëlqejnë shumë edhe byrekun. Po më bëri përshtypje e shtuna e peshkut dhe te familja ime ne kemi të shtunën, vetëm se ne kemi shtuna e petullave. Nuk e qenë se ato kërkojnë kohë më gatu gjatë javës. Po një ditë tipike për ty dhe familjen tuaj, një mëngjes si është?
Tani këtë du t'i ndajmë, nëse do ishte ditë pune, do ishte vërtet kaos, se kuptoj që do jetë shpejtësia. Gjë që nuk e thash në fakt gjithmonë mëngjesin e kemi hëngrë në shtëpi, e kam gatuar në shtëpi, gjithmonë, edhe fëmijët kur i kam pas të vegjël, kur familja ime nuk ka dalë nga shtëpia pa ngrënë diçka në mëngjes. E kemi pas traditë familjare që mëngjesin të ham. E njëjta gjë vazhdon edhe sot. Edhe drekën mundohna gjithmonë që të 3 vaktet ushqimore t'i gatujmë dhe t'i hajmë në familje. Po ndoshta do merrem më mirë një ditë të fundjavës, edhe nëse nuk kemi pas mundësi ndoshta ekonomike për të shfrytzuar daljet, unë gjithmonë kam dalë me familjen, dhe nëse themi për të pirë një kafë apo një gotë ujë, fundjavën e kam pas, por gjithmonë pikë dita daljes me familjen. Nëse të shtunën do gatuim, dielën unë do frekuentoja, sepse unë jam edhe praktikuese e fesë katolike shumë, do merrja pjesë një mesh në kish dhe pastaj e djela ishte një shëtitje me fëmijët dhe gjithmonë kemi shëtit. Do të thonë është një ditë që më mbush zemrën dhe më jep një forcë shumë të madhe për të hanën. Si arrini ta balanconi punën me kohën për veten dhe ato për familjen? Tani, po të më kishe pyet para disa vitesh, ndoshta do kishte qenë shumë kaos, shumë e vështirë kjo përgjigje, por sot që janë rritë fëmija e balancoj më së miri. Unë thash që unë jam gjithmonë ecje, vrap. Unë si kam dhënë zemrën, por kohën më të madhe dhe gjatë gjithë kohës unë jam në komunikim, edhe pse fëmijët janë rritur, ku jeni, a shkut, a erdhet, a jeni në shtëpi, si jemi mirë. Kemi një grup të familje zemrat e kemi aty, edhe të 4 në kore kërë shkruajmë ku jemi, erdhem, jemi në shtëpi, si jemi në shtëpi. Jam munduar edhe tashmë që më janë rritë fëmija dhe vajza më është bërë shoqe, po i kushtoj edhe kohë vetes, sidomos një kohë, një kafe me shoqëri. Por unë në fakt ma shmush koha shumë sepse kam fatin punoj me vajza dhe me gra shumë të mira, edhe ndaj edhe kohën cilësore dhe me kolegët e punës. Që mendoj që po e balancoj më së miri, sidomos i këtë periudhë. A mendoni ju, zonja Marte, se kujdesi social për fëmijët dhe familjen në komunitet është i rëndësishëm? Kjo është shumë e rëndësishëm, dhe në drejtën kujdesi social për fëmijët dhe familjen në Lezhë, edhe në gjithë Shqipëri dhe në gjithë botën është shumë i rëndësishëm. Unë të dash pak modelin tim, në të gjitha trajnimet pra për 20 vite që punoj në këshillimet sociale, kudo që shkoj, e vetmja këshill që ju jap prindërve është kjo që kaloni kohë cilësore me fëmijët tuaj. Do të ndaja një shembull të para shumë vitesh, mund të kemë kaluar gati 10 vite, po bëja një takim me fëmijët në Torovicë. Sepse ishte një komunitet heterogjen i ardhur nga disa vende dhe bashkë me një organizatë ka qenë një World Vision atë kohë punonte në Lezhë. Dhe bënim takime të shpeshta. Në pyetje unë ju jap letra dhe ju them ndani sa kohë kalojnë prindrit me ju. Bashku me to letra dhe në fund njëri kishte shkruar unë nuk e njoh babain tim. Më majta veç se s'doja t'i bija nërë se mendova mos ka humbur jetën. Bëra disa pyetje që dilja të ky djalë vajza kush e kishte shkruar, nëse ka ndonjëri që kanë humbur prindrit. Në fakt asnjëri s'kishte humbur prindrit. Por në fund them unë dikush thotë që unë e kam babin shumë shoh, dikush thotë nuk e njoh, duke ngrita djalë thotë nuk e njoh. E pyesim na, sepse baba im tha punon në Malzi, ik në 4 të mëngjesit tha dhe kthehet në 12 natës. Me lën gjumë dhe me gjen gjumë gjithmonë. Dhe në fakt kjo ishte një alarm për mua si punonjëse sociale. Se vërtet prindërit mundohen të sigurojnë anën ekonomike, por nëse ti ke humbur kohën me fëmijët, ke humbur të tashme me fëmijët tu, ti nuk i siguron dot të ardhmen. Duke menduar për të ardhmen humbin tashmen e fëmijëve. E kjo është shumë e rëndësishme që çdo prind ta ketë si komunë në veshjet e emrin në zile, që koha me fëmijët është shumë e rëndësishme se sigurimi të ardhurave materiale. Nëse do flasim për shërbimet që ne japim për fëmijët, ne kemi shumë shërbime në fakt që japim për fëmijët. Bashkia e Lezhës tashmë ka krijuar disa shërbime enkas për fëmijët. Dhe sidomos është njësia për mbrojtjen e fëmijëve, e cila ka në target të gjithë fëmijët e Bashkisë Lezhës nga 0
deri në 18 vjeç. Ajo detyrim obligim ligjor ka fëmijët në nevojë për mbrojtje, por kjo njësi ku unë kam fatin e madh që kam 3 profesionistë, Bashkia Lezhës e ka shtu numrin e punojësve në Bashkinë Qendër, por dhe në njësitë administrative, ku këto nuk ndalen vetëm tek fëmija në njësi që kanë nevojë për mbrojtje, por edhe tek fëmija që ndjehen të neglizhuar, apo tek prindërit që nuk e kanë atë mundësinë e komunikimit ndaj fëmijëve. Pra, punojmë shumë që të gjithë prindërit ta kuptojnë se sa rëndësishme është komunikimi dhe mbështetja emocionale ndaj fëmijëve të tyre. A ka programe të veçanta për fëmijët që janë në situata shumë të vështira, si në varfëri ose të dhunë në familje? Po, në Bashkinë e Lezhës ka disa programe, shërbimi social, drejtoria të cilën tashmë kam hyrë në vitin 6, po e drejtoj, i kemi zgjeruar shumë shërbimet dhe programet. Nëse do i rreshtoja ajo më e prapë është ndihma ekonomike, të cilët familjet më me nevojë marrin ndihmë ekonomike tek Bashkia e Lezhës, shërbimi i aftësisë kufizuar, por gjëja që më bën më krenar janë shërbimet qendrat komunitare të cilat tashmë Bashkia e Lezhës i ka hapur. Kemi qendrën komunitare e cila punon jo vetëm me fëmijë, por punon edhe për prindrimin pozitiv, edhe me target grupet e nënave dhe prindërve. Këto gjëra që ne i bëjmë brenda Bashkisë Qendër, ne i zgjerojmë dhe në të gjitha njësitë administrative, ku administratorët shoqëror evidentojnë grupet më vulnerabel dhe ne bashkëpunojmë me ta. Njësia mbrojtjes fëmijëve punon ngushtësisht për mbrojtjen e fëmijëve dhe të drejtat e tyre, në të gjitha shkollat, me tërheqjen teknike, në gjitha institucionet që operojnë në territorin e Bashkisë Lezhës, jo vetëm për fëmijët në mbrojtje, por siç e thash edhe për të bërë takime me prindrit. Dhe sfumin e qendra jonë komunitare po zhvillon, po bëjmë më shumë lëvizje në njësitë administrative nëpërmjet shkollave, takime me prindrit, për psikologët tanë dhe punojësit social, të dhënë cilë trajnime shpërndrimi pozitiv i tyre. Që do të thotë, po them një shembull, dje isha një grup nënash, në fakt edhe profesionistët mësojnë shumë nga nënat, edhe ne ju japim disa receta se si mund ta përmirësojmë cilësinë e komunikimit dhe cilësinë për të bashkëpunuar prindrit me fëmijët e tyre. Gjatë kësaj periudhe ne kemi pas raste të vështira në menaxhim, sidomos njësia mbrojtjes fëmijëve dhe shërbimi social dhe për raste të dhunës në familje dhe për raste të tjera bashkëpunon ngushtë me policinë e shtetit. Ndodh që ka dhe raste shumë të vështira, por unë me stafin tim gjithmonë kemi një moto që motivojmë njëri tjetrin, sa do i vështirë të jetë rasti, në shërbimet sociale të marrin zgjidhje. Ne jemi prikur maksimalisht të arrijmë këtë. Si ndihmon Bashkia fëmijët me aftësinë ndryshe të ndjenë të përfshirë dhe të barabartë? Bashkia e Lezhës tashmë në vitin e 5 ne kemi fituar një projekt me fondin social, ku është shërbimi i lëvizjes në banesë për fëmijë me aftësi ndryshe. Dhe në vitin e 3 Fati Jonima, kryetari i bashkisë, me iniciativën e shërbimit social, kabineti i tij, këtë projekt e kemi kthyer dhe fut brenda drejtorisë tonë. Pra janë një grup profesionistësh ku kemi përfshirë logopedistën, fizioterapistën, punojësin social dhe psikologun, të cilët shkojnë për të evidentuar edhe në njësitë më të largët të Bashkisë Lezhës. Pra operon në 9 njësitë të Bashkisë Lezhës, ku evidentojmë dhe ky projekt apo këta punojës punojnë më shumë me ata fëmijë të cilët janë të pa marrë një diagnozë, ose disa prindër ne kemi pas raste se disa prindër fëmijët e kishin këtë aftësi mangu dhe ata nuk donin ta pranonin, pra punojmë njëkohësisht si me prindrit ashtu edhe me fëmijët. Dhe pastaj i orientojmë drejt shërbimit mjekësor për të marrë një diagnozë që të fillojmë punën logopedistja dhe fizioterapistja me këta fëmijë. Përveç saj ne kemi edhe qendrën e zhvillimit ditor, por në fakt e them gjithmonë që asnjëherë nuk është mjaftueshme puna që bëhet me fëmijët me aftësi të kufizuar. Sepse ata prindër që kanë një fëmijë me aftësi ndryshe në familjen e tyre kanë një sfidë shumë të madhe. Dhe ata prindër, u them, në çdo takim që bëjmë ata janë heroj të vërtetë. Kemi kaluar disa stadie të vështira me ta dhe me grupe që po punojnë tashmë, kemi arritur në atë stadin që ju kërkojmë edhe këto detyra, po themi, që i bëjmë profesionistët në takimet e fëmijët e tyre, prindërit
ti vazhdojnë në familje, pastaj veprimet ose punën që bën logopedistja, fizioterapistja, apo ato që i bën punojësi social dhe psikologu, por është një sfidë në vete. Fëmijët më si ndryshe është një sfidë në vete, shumë e vështirë. Sa do shërbime të kesh ndonjëherë thu, nuk kemi mjaftueshëm shërbime për ta. Por mendoj që me zemër të madhe, unë shpeshherë ju them stafit tim, edhe nëse ne nuk e kemi në dorë për ta ndryshuar situatën, atë anë profesionale që e kemi ta japim me shpirt. Se duke dhënë me shpirt diçka, mendoj që bëjmë më të mirën për ta. Çfarë ju motivon juve personalisht në punën që bëni? Më motivon fakti që kur bëj diçka të lumtur, unë jam shumë e lumtur. Gjatë jetës time kam pas shumë raste që kam bën njerëz të lumtur. Por ndoshta do evidentoja një rast që kur nuk kam për ta harruar, një vajzë minorene në Lezhë, kishte ngel shtatzan dhe familja braktisi. Ajo kur u evidentu si rast ishte një moshë të madhe që nuk dinim as se çfarë banim. Ne kemi ndihmuar nëpërmjet disa motrave, mungesha, ku fëmia ka lindur, edhe ajo me ato mendjen që kishte, këmbguli që fëmin ta linte në qendër për ta vlerësuar. Kam këmbgul shumë që ajo mos jepte firmën për ta vlerësuar fëmin. Vazhdoi jetën e vet, rrugën e vet. Kur u bë pak e madhe, ajo u kthy dhe erdhi në takoj dhe më tha unë bajagim mes shumë vitesh, gati 5-6 vitesh, sa unë du ta takoj, tha. E kemi kap në momentin kur, sepse qendrat kanë një opsion se nëse prindri nuk tregon interes për fëmijën, pas disa vitesh ata kërkojnë për të vlerësuar fëmijë, sepse një ndër standardet të qendrave është që çdo fëmijë të ketë një familje ku të rritet, sepse themi gjithmonë është shumë më mirë që një fëmijë të ketë një familje ku të rritet, se sa të rritet në qendrat sociale. Pra, për ne opsioni i fundit është qendra për të rritur ta fëmijë. Dhe me këmbguljen time, unë kam arrit dhe ata nënë e birë jetojnë bashkë sot. Dhe kam marrë një letër nga ajo që në kryt letës ishte shkruar pas një viti tim ke kthyr botën. Dhe unë edhe tani ndjej atë emocion kur i shoh, i kam miq në Facebook, sepse ata nuk jetojnë këtu në Lezhë tashmë. Dhe kur i shoh ata dy se si janë të urrit bashkë, dhe sa të lumtur janë bashkë, është në ato lumturit më të mëdha që unë ndjej në shpirt. Po kështu kam raste shumë se për 20 vite kam pas dhe këto janë ato që në fakt më japin motiv dhe më japin për të vazhdu. Dhe ndonjëherë a do ke mundësi për të vazhdu më, po siç e thash edhe pak përpara, unë besoj shumë dhe gjithmonë i lutem Zotit. Zot më ndihmo që të ndihmoj sa më shumë njerëz. Cila ka qenë rruga juaj drejt postit që keni marrë sot? Si ka filluar karriera juaj? Unë ju thash, para 16 viteve kam filluar në shërbimin social shtetëror. Dhe ka qenë një detyrë që unë në fakt një punë aty nuk kisha fare informacion se për çfarë. Dhe pas 2 javëve që kam filluar punën aty, na kishin kërkuar në Reshen, në Bashkinë e Mirditës, një takim me trik të një shkolle profesionale. Dhe më caktoi drejtori që shkoj unë në këtë takim. Lutem aty mendoja një takim siç mund të jenë vetveta. Kur hyj tek salla e kishës, aty ishin gati 103. Maj mend që i kam thënë, jo, i them atij drejtuesit, nuk e bëj dot se do flas unë. Gjatë gjithë rrugës, nga këtu deri në Reshen kisha hap duke nxjerr çat lexojnë në ngjoç ato t'ju them. Dhe kishim për të folur për trafikimin dhe për dhunën në familje. Një motër mungesh, motër Virginia, që nuk doja të leja fare përmende emrin e saj, më tha, ti doja dalësh, unë do jem këtu, tha, ti do të më shikosh mua dhe ti doja dalësh. Vazhdoi gjithë takimi, komunikimi me trit, sepse është shumë e vështirë ti jesh përballë trive asja. Jo vetëm para 16 viteve, por edhe sot është vështirë ti jesh përballë tyre, se trit janë energji, pavarësisht se ai përdorin gjithmonë energji për një, por janë që gjatë gjithë kohës i ke duke shpërthyer në takim. Dhe ti do të jesh një menaxher e mirë për ta menaxhuar aktivitetin me ta. Realisht më shkoi jashtëzakonisht shumë mirë.
Dhe që nga ajo ditë, ajo motër është kthyer në një angel toksor, që ose motër angel Nën Terezën e kam në qiell, ajo është kthyer dhe ekziston dhe jeton edhe sot e kësaj dite dhe shkembej mesazhe çdo ditë me te që më thot ti doja dalësh, gjithmonë ka pas një shprehje ti doja dalësh. Dhe gjithmonë them që nëse diçka e bën me zemër, e bën mirë. Edhe merr atë fuqinë. Punova 16 vite, ndërtova, them gjithmonë, detyrimin rajonal i shërbimit social, faktin pjesën sociale, e kam ndërtuar me durët e mia ose me thojtë e mia. Kam pas kolegë shumë të mirë. Gjatë gjithë kësaj kohë unë kam bërë trajnime pa fund. Dhe më mend kur kam filluar këtë punë, dosja ime ishte 120 certifikata trajnimesh, se në fakt në atë kishim shumë trajnime nga të hujt. Edhe dal nga dal fillova të dashuroj këtë punë, sepse gjithmonë te drejtoria rajonale kam punuar në gjitha njësitë administrative të Bashkisë Lezhë, të qarkut Lezhë, madje kam shku përtej. I kam marrë ndihmë një familje në një fshat të Tropojës që ishin 3 fëmijë me aftësi kufizuar dhe kishin ndek prindrit dhe ata i mante gjyshja ishte smur, kanë informuar dhe kam shku nga këtu në Tropojë, kemi sjellë gjallë, kemi stabilizuar. Po ashtu kam qenë edhe ndihmër tek një familje për të ardhur në ndihmë. Dhe ndjehem plot që kam dhënë një kontribut timin në ndihmë. Dhe besoj si pasojë e kësaj punës time, që gjitha organizatat që kam bashkëpunuar me të lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, ka qenë edhe kërkesa që më ka dhënë kryetari i bashkisë që unë të drejtoj shërbimet sociale. E maj mend si sot datën kur më ka thirrë edhe më ka thënë që unë mendoj që do bëhesh drejtoresh e shërbimit social në bashki. Unë në fakt kam kundërshtuar sepse unë nuk ish anëtare partie dhe mendoja që të jesh në postë drejtues duhet të jesh atashuar në parti, gjë që nuk ndodhi. Dhe me 1 tetor të vitit 2019 unë kam filluar punën pranë kësaj drejtorie. Po them drejtën, kam dhënë shpirtin kësaj gjaje, por kam pas një mbështetje të jashtëzakonshme nga kryetari i bashkisë dhe nga kabineti që nuk më ka ndodhur ndonjëherë që të kërkoj një gjë dhe mos ma japin. Dhe kur ata të mbështesin, puna jote shkëlqen dhe ti e don punën. Shpeshherë ndjem krenare kur ministri ndjet që gjithmonë thonë shërbimi social i Bashkisë Lezhë është ndër shërbimet sociale më të mira. Gjë që nuk është vetëm e mia, është kolegëve të mi, është stafit tim, është drejtuesve të bashkisë që më kanë dhënë mbështetjen që unë t'i mbështes familjet në nevojë, ta zbrysim sadopak shqetësimet e problemet e tyre. Zonja Marta, si është marrëdhënia juaj me stafin tuaj? Pasi që thash, drejtoria rajonale dhe shërbimi social i bashkisë ka një lidhje pune mes njëri tjetrit. Dhe unë njihja të gjithë para se të vija këto. Dhe kam pas fatin që punoj me profesionista. Janë profesionista shumë të mirë dhe marrëdhënia ime me ta jam munduar t'i konsideroj jo thjesht varc, jo thjesht kolegë, po dhe miq. Dhe në fakt punosh me vajza dhe me gra. Dikush thotë është sfidë, po mu nuk me ka rezultu kështu. Sfidë, ato me kanë ndjekur me hapin që kam kërku. Kemi bashkëpunu shpesh, përgjigjemi shumë një bashkarisht, çdo hall që kemi bëjmë gjithë drejtoria bashkë për ta zgjidhur dhe mund të them në periudhën e tërmetit kur të gjithë qyteti ishte i bllokuar, punonësit e shërbimit social ishin çdo ditë në terren dhe asnjëri për tyre nuk më thënë ndonjëherë që nuk vim, nuk dalim, nuk bëjmë. Dhe marrëdhënia ime me ta ka qenë e mirë. Mendoj shumë e mirë, tani ndoshta mund t'i pyesësh, duhet të jetë për të pyetur ata se mbare se me çfarë këndvështrimi e shohin ata. Për 6 vite rallëherë mund të më ketë ndodhur që të ngrej zanin, në fakt unë mundohena që të krijoj ambient miqësor. Gjëja që kam ndryshuar ka qenë se unë kam një tip që kur hyn në mëngjes ose kur takona njerëzit, kur të them mirëmëngjes, duhet të shoh sy dhe duhet të qesh. Edhe jo kam thënë dhe kolegëve, kur vi mëngjes, duhet i themi gjithë njerëzit mirëmëngjes, duke qeshur që dita jonë, sepse punosh shërbimi social është shumë e vështirë, shumë. Dhe dita jonë të marrë një spunto pozitive që t'i presim problemet e njerëzve me pozitivitet që t'ju japim një zgjidhje. Por fati im i madh është që punoj me profesionista shumë të mirë. Çdo njeri nga ata
ka shumë vite punë aty, ndoshta 2-3 që kanë filluar në periudhën që kam qenë në drejtoresh, kurse pjesa tjetër janë me 6 vite eksperiencë pune dhe kjo e banë të qëndrueshme punën e një drejtorie, sidomos shërbim social, qëndrueshmëria e stafeve dhe se përgatitja trajnimet e tyre kanë bërë shumë të qëndrueshme punën dhe ndihmën ndaj njerëzve në nevojë. A ke pasur momente kur ke dashur të dorëzohesh? Ka edhe momente kur njeriu don të dorëzohet në fakt, por tash në njëherë kam pas dy plika të forta në mbështetje familja që nuk më ka lënë më dorëzu. Periudha kur shkoja pothuajse çdo ditë në polici ka qenë shumë e vështirë, sepse moshtë do të rishim gjithë natën aty. Kam shkuar në pothuajse në 3 kufit ku ndahen kufit në Shqipëri për të marrë vajza trafikume dhe më mend një rast një vajzë që kena marrë dhe ajo ishte, e kishin drogu vajzën dhe gati dhe nuk më diqë në dorë mu dhe dy punojës të policisë. Atë ditë kam thënë që pasi kemi ba dhënien e emergjencës vetë, derisa kemi arritë të vimë në ambulancë në spital, atë natë më mend që kam thënë nesër do jap tërheqjen, nuk do ta vazhdoj punën më. Por reflekton njeriu, gjen njerëzit që i ke pranë, ti doja dalësh, nuk thoja do të dorëzohem se nuk e baj dot, por më kishte arritë dëmshmëria ndaj vajzave, ndaj këtyre fenomeneve, këtyre problemeve, maksimumsa e kuptoja që po dëmtoja shtetin tim, ose shtetin në dorë më shumë me thënë. Por kam reflektuar dhe kam thënë që nëse s'ja dalon që kam kaq vite punë, kush do ju vinë në vijë këtyre rasteve dhe kam vazhdu. Edhe një moment tjetër, periudhën e tërmetit dhe të pandemisë, ka qenë shumë e vështirë menaxhimi, sepse, po del vetë dhe rrezikon jetën tënde në pandemi të dalësh, po mban përgjegjësi edhe për kolegët tu, për gjithë punojësit tu. Dhe ishte ai dyzimi dhe do marrësh atë infeksion dhe dëgjosh familjet tënde. Ishin një dyzim i vërtet, por ecuria dhe vrapi që duhet bënin për të çuar pakët ushqimore, për të ndihmuar njerëz që ishin të mbyllur, ta hik mendimin, nuk lëm me mendu shumë. Tash prapë mbështetja e drejtuesve të bashkisë ka qenë shumë e madhe. Dhe kemi marrë shpërblim të jashtëzakonshëm, veçanërisht nga kryetari i bashkisë së drejtorisë dhe ne vazhdojmë për disa të që në analizën e bashkisë Lezhë dalim drejtoria më e mirë e bashkisë Lezhë dhe kjo ndoshta të heq atë mendimin që unë s'ja dalë dhe thu gjithmonë doja dalë, por kam kaq mbështetje nga stafi im dhe nga drejtuesit doja dalë dhe vazhdoj përsëri punën. Si është ish një grua lider në një institucion publik në Shqipëri? Në fakt, është pak e vështirë, por unë mendoj që njerëzit vështirësitë apo lehtësimet mund t'ja krijojnë vetet. Se nëse ne dorim gjithë duke menduar është vështirë dhe mos bëjmë asgjë, ne nuk do sjellim një botë më të mirë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Unë nuk e kam pas të vështirë, ndoshta edhe nga natyra ime pak paqësore, nuk e kam pas shumë të vështirë, kam pas mirë kuptimin e nënkryetarëve, sepse puna ime lidhet drejt për drejtë me nënkryetare. Unë e them gjithmonë, unë e kam më luks kur punoj me vajza dhe me gra, për ta hequr stigmën që njerëzit thonë që gratë luftojnë gratë, apo burrat nuk e di, unë në fakt e kam pas shumë të lehtë, ndoshta edhe nga qasja ime miqësore ndaj vajzave dhe grave, e kam pas të lehtë. Ndoshta mund t'jetë e vështirë për ato që duhet bëjnë diçka te i profesionit, unë nuk e kam provu. Dhe kur jam brenda profesionit, në fushën time, mendoj që ja dal, dhe nuk e kam pas shumë vështirë. Ndodh ndonjëherë që mundet të kesh ndonjë debat, por në përgjithësi jo, ja kam dalë. Por ja kam dalë sepse kam pas mbështetje përveç drejtuesve të bashkisë, kryetarit të bashkisë, unë kam pas fatin që kam bashkëpunuar me shumë organizata, edhe ndoshta mbështetja e tyre edhe monetare ndaj njerëzve në nevojë, edhe emocionale, unë ka bërë që mos ndjej shumë vështirësi. Nuk kam adheruar, nuk kam menduar ndonjëherë që të kaloj nga një fushë të eksperiencë nga një fushë në një fushë tjetër, se mendoj që
aty do jetë e vështirë. Por në këto moment që po mendoj, po më fut mendime as jashtë që nëse njerëzit bëjnë atë që kanë për profesionet, atë që janë investuar dhe atë që duan, mendoj që ja dalin. Vështirësia do ishte ndoshta nëse do bëjnë një punë tjetër që unë nuk jam e përgatitur as profesionalisht as shpirtërisht. Që mendoj që ja kam dalë dhe jam vendin e duhur dhe jam mirë. Cili është momenti më i bukur që ke pasur gjatë karrierës tënde? Kam pas shumë momente të bukura në fakt. Kam pas shumë vlerësime që kemi marrë nga organizatat ndërkombëtare, kanë qenë shumë, shpeshherë organizatat e mëdha e kanë vlerësuar punën time personalisht, por edhe punën e shërbimit social dhe këto janë momente shumë të bukura. Momentet e bukura janë edhe atëherë kur ti ndjen që vlerësohet puna jote, po dhe puna e kolegëve tu, por të që edhe momentet e bukura kur lumturojmë disa njerëz në nevojë, është për një moment shumë i bukur. Kam disa raste të shërbimit social që vazhdojmë edhe sot e kësaj dite të mbështesim në programet tona, sidomos programin e strehimit social, është një program që mbështet familjet në nevojë dhe ndjesh krenare, jo herë, ndoshta se mbas 3 muaj, në rikthejt një familje nga jashtë me 5 fëmijë, burrë dhe gru, që ishin e qiell të hapur dhe ne kemi menaxhuar situatën brenda 3 ditëve, kemi arritë të gjejmë banesën, kemi arritë të gjejmë pagesë ushqimore, kemi arritë që të nana dhe babat e ty të futen në punë, fëmijët i fusin në shkollë. Dhe është një moment shumë i lumtur, për këtë që ne nuk i bëjmë vetëm, se ne këto i bëjmë në bashkëpunim me të tjerët, por për shembull në Gjatër kemi një qendër në Rozalba, e cila është ajo qendër që mu mban krenar në jetën time, se kam qenë hap pas hapi me ta, se çfarë do e bëjmë, si do e bëjmë, si do jetë, pasi e kishim gjithë infrastrukturën, motrat dhe në rinin Gjatër, dhe krijuam qendrën për vajzat jetime biologjike dhe sociale. E filluam mendom për Lezhën, por në fakt tashmë ajo qendër është për gjithë Shqipërinë, ku akomodohen vajzat jetime biologjike dhe sociale, dhe këtu marrim shumë shërbime. Në Bashkia Lezhë aty kemi hapur dhe qendrën e emergjencës për rastet e dhunës. Dhe këto janë gjëra të vogla, por që mu më mbajnë të lumtur. Siç ka thënë madhja Nën Tereze, ajo angjulli i mbrojtjes, që nëse mund bëjmë gjëra të mëdha, po mund bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Dhe them, i kam dhënë dashurinë shpirtit të gjithë këtyre rasteve, vetëm e vetëm që t'ju japim zgjidhje sa më shumë këtyre njerëzve në nevojë. Sa e rëndësishme është që fëmijët dhe të rinjt të dëgjojnë nga institucionet dhe si mund përfshin ata më shumë në vendimarrjen komunitet? Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, asja se nëse ne do dëgjonim fëmijët dhe do merrnim parasysh ëndrat e tyre, dhe dëshirat e tyre, buta jonë do ishte krejt ndryshe. Kemi pas një projekt ne që ëndra vazhdon dhe që fëmijët i lëmë të ndrojnë, ku kemi taku shumë tri, shumë vajza dhe djemë tri, dhe jemi përpjekur gjithmonë të dëgjojmë ata. Unë në them gjithmonë, tashmë mendoj që kam kalu përtej një profesioniste, ndoshta shpeshherë edhe në eksperte sociale, gjithmonë kur hyj para një target grupi për të bërë një takim me ta, studioj grupin që kam përpara, mas ato djemit të tyre që kanë dhe e ndryshojnë përballëshmëri me ta. Është shumë e rëndësishme të dëgjojmë ata. Shërbimi social është përpjek shumë që të kemi një grup të ish, dhe unë kam disa vajza dhe djemë që ndihem shumë e lumtur dhe shumë krenar që janë rrit me ne në takimet dhe aktivitetet që ka bërë shërbimi social. Dhe spunmi qendra jonë komunitare ban shumë takime me të rinjt, ku kemi psikologët dhe punojësit sociale që komunikojnë me ta. Kemi hap qendrën rinore Bashkia Lezhës, në të cilët grupe të rinore dëgjohen. Kemi bërë disa takime dhe me kryetarin e bashkisë për të dëgjuar. Dhe në disa shkolla kemi vajtë në profesionistët tanë dhe njësien mbrojtësive ban takime rregullisht për të dëgjuar, dhe shpeshherë këta fëmijë kemi dëshirë që një gjojmë, jo vetëm të një gjojmë, por ato çfarë ata thonë ti kthejmë në politika.
Ne kemi punu me grupin e fëmijëve në njësinë administrative të Ballrenit, ku kemi arritur edhe te ligji që të ndryshojmë për sistemi ideal i mbrojtjes fëmijëve. Dhe kam ndjerë një krenari shumë të madhe, si bashkë me organizatat e Eurovizionit atëherë kur kemi arritur që brenda ligjit për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve të jetë cituar një grup fëmijësh nga njësia e Ballrenit, është dëgjuar dhe gjithë modeli ideal është planifikuar si mendonin ata. I kanë lështuar ata cilat janë institucionet përgjegjëse që mund ta bëjnë sa më të lehtë jetën e fëmijëve. Pra me pak fjalë, fëmijët është në politikat tona që fëmijët të dëgjohen dhe të marrin parasysh të gjithë ato që ata duan të shprehin. Problemi im është që kemi shumë pak të rija, asja që duan të aktivizohen. Shumë pak. Dhe ndihem shumë keq që rrjetet sociale apo po e marrin shumë vëmendjen e fëmijëve dhe kemi pak që aktivizohen në aktivitete, pak që duan të jenë aktiv në jetën shoqërore. Ne marrim shumë projekte, shërbimi social bëjmë shumë projekte dhe së ne po punonim me një grup trish të shkollës Kolin Gjoka, që është shkollë profesionale, dhe më vjen keq që ndoshta nga 30 vjet që fillon fillimisht 10 arrin në fund të projektit. Jo të gjithë krit, ose më flas me gjimnazin e Lezhës, jo të gjithë krit shprehin dëshirën për të dhënë aktivitetet, për të dhënë mendjen e tyre të zgjuar për ta ndryshuar vendin e tyre. Por shpresoj që në të ardhmen kemi shumë tri si puna jote, shoqeve tua që i japin një jetë ndryshe trive, një model ndryshe që të kontribuojnë edhe ata, se nëse ata japin mendimet dhe ne kemi dëshirën institucionit që t'i një gjojmë, e ardhmja tyre do jetë më e bukur. Tani për ta bërë pak më argëtuese, kam përgatitur një lojë zgjidhje, është shpejt, pra janë dy alternativa, njërë nga to shpejt pa u menduar. Kafe apo çaj? Kafe. Verë apo dimër? Verë. Punë në terren apo në zyrë? Në terren. Të gatuash vetë apo të porosisësh jashtë? Vetë. Një ditë vetëm apo një ditë me familjen? Me familjen. Libër apo film? Film. Fëmijë të vegjël apo adoleshent? Vegjël. Drejtësi apo dashuri? Dashuri. Pushime në mal apo në det? Në det. Të dëgjosh muzikë klasike apo pop? Klasike. Të dëgjosh apo të flasësh? Dëgjosh. Kjo ishte pak për relax, tani le të kthehemi te biseda jonë. Çfarë do t'i thoshit vajzës vogël që keni qenë dikur, po ta kishit përballë sot? Nuk e di. Ne do kisha ndryshuar ndonjë gjë, vajzës vogël, dhe ja thoja që me dashurinë që të ke marrë në fëmijëri, të arrit të bahesh një njeri më i mirë, më i dashur dhe më i suksesshëm në jetën tënde. Dhe do i thoja që të bënte të njëjta gjëra, me fatin që ajo ka pas që të jetë në kontakt me bashkëmoshatarët e vet dhe në kontakt me jetën e përditshme të prekshme, se sot ka humbur pak kontakti i përditshëm me strive, me fëmijëve, që do i thoja që ja ke dalë dhe bravo qoftë. Nëse do të kishit mundësi të ndryshonit diçka në Shqipëri për fëmijët, çfarë do ishte ajo? Jo vetëm Shqipëri, por ndoshta në gjithë botën do ndryshoja që fëmijët të kishin të përcaktuar kohën e rrjeteve sociale, kohën e teknologjisë dhe të kisha diçka në dorë, do i jepja kohën mia dhe prindërit të kishin kohë kalonin njëri me tjetrin. Dhe do doja në fakt, unë e them shpesh, nuk është e arritshme që do kisha dashur ta kisha në dorë që fëmijët deri në moshën 2 vjeç në natyrrisnin fëmijë vet. Në pak fjalë, çfarë është për ju dashuria për fëmijët? Dashuria për fëmijën është gjithçka. Është aroma e jetës. Është ajo që të mbush. Gjë më e madhe, më nuk di, nuk mund të krahasohet me asnjë gjë tjetër, dashuria që prindi ka për fëmijët. Por mendoj që është diçka reciproke.
A keni ndonjë mesazh që doni t'u përcjellni fëmijëve dhe të rinjve sot që po na dëgjojnë? Në fakt do doja t'ju thoja fëmijëve të rinjve që le të këmbgulin edhe ata pak që prindërit të dëgjojnë më shumë. Le të jenë me moshatarët e tyre, të jenë më të dashur dhe më bashkëpunues, ndoshta më shumë për të pas arsimimin e tyre se sa përpara loja në telefon dhe anën teknologjike. Do ju thoya që t'jepni dashuri dhe njëri tjetrit dhe të marrni dashuri nga prindërit e tyre. Unë them shpesh që fëmia mund të kthehet mësues edhe për prindrit, se ndonjëherë prindrit mund të jenë rrit në atë mënyrë dhe nuk dinë të japin dashuri dhe fëmia mund të kthehet përveç se fëmijë, po mund të kthehet tek prindrit vet dhe një dashurie që ata krijojnë atë dashurinë mes njëri tjetrit që të jetë një gjë mrekullie dhe një gjë e pafundme. Dhe do doja t'ju thoja fëmijëve të rinjve që gjenin ku të kontribonin për vendin e tyre, ta shohin të ardhmen në vendin e tyre, jo të mendojnë që diku larg është më mirë, ta gjejmë të mirën tu dhe të kontribojmë gjithë bashku. Pra, nëse të rit kanë mendime që si mund ta ndryshojmë vendin tonë, sidomos si mund të mos na ikun të rinjët tanë jashtë, ata trokasin e dyrë sepse jo vetëm deri në shërbimin social, por çdo deri do ta gjejnë të hapur që si mund ta bëjmë një model ne që të rit mos ta largohen, por që vendi i tyre është këtu, ta ndërtojmë të ardhmen në vendin tonë. Zonja Marta, të falenderoj nga zemra për kohën, për bisedën e bukur dhe për sinqeritetin tuaj. Ishte kënaqësi t'ju kishim podcastin Flasim si fëmijë dhe besoj ose të themi jam e sigurt që historia juaj do frymëzojë edhe shumë fëmijë dhe të rinj. Ju që po na dëgjoni, mos harroni. Zëri i fëmijëve ka rëndësi dhe çdo ëndër e tyre, sado e vogël duket, do jetë diçka shumë e madhe. Mirupafshim. Asë shumë faleminderit zemër. Shumë faleminderit. Jam bjerë shumë komod dhe shumë e qetë dhe shumë e lumtur me ty.